sonte, unë i kam ftu disa mysafirë, për fat keq njëna nga LDD Besa Gaxherri, sipas informatës që më ka dhënë në SMS, më thotë që është jashtë shtetit, e kam ftu një ish LDD, po tash prap LDK. Naser Rogova, aftojmë në skenë. Vala Show. Doktor Naser, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Shumë aktuale kjo puna LDD-s edhe koalicionin që u bo me Aleancën, në ka qenë e pritshme? Po thënë të drejtën, tani është drejt edhe subjekteve të saktuara dhe është edhe parim që grupacionet e ndryshme politike bëjnë marrëveshje politike apo koalicione, siç jemi mësuar në terminologjinë e politikës ditore të ndëgjojmë. Unë kam qenë në rrjedha të negociatave që janë bërë mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe delegacionit të LDD-s. Ka qenë së pari një ftesë publike, një apel publik e kryetarit të LDK-s akademik Isa Mustafës për gjithë bllokun e djathtë. Ka pasu një seri... Bloki djathtë janë edhe PDK-ja? Me letra, Partia e Djathtë e antarësuar në Partitë Popullore Evropiane në Kosovë është vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës. Do thotë, unë jam i prirur të flasë në bazë të fakteve dhe dokumentacionit zyrtar. Do thotë, për momentin, Partia Qendrës Djathtë, Lege Artis, si që themi ne, është vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës. Ka qenë një ftesë publike bërë nga kryetari Mustafa, pastaj janë zhvilluar një seri takimeve mes përfaqësuesve të partive politike të këtij bloku, përfshi këtu edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, po pa diskutim edhe Lidhjen Demokratike të Dardanisë. Dhe LDD-ja do të thotë nuk e ka parë ofertë mbase më të pëlqyeshme për ta, është e drejtë e tyre dhe u bë një marrëveshje me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe këtu s'ka asgjë të keqe. A ju ka zonë befasi? Po ne kemi pasur pak a shumë informacione që në të njëjtën kohë njerëz nga LDD-ja kanë marrë kontakte edhe me AK-n dhe njëkohësisht është biseduar edhe me LDK-n edhe me sepse edhe në media ka qenë, do të thotë edhe ishte një reagim publik i LDK-s, një komunikat ta quaj ashtu, ku thuhet jemi befasu sepse veç kemi qenë biseda dhe ka pas një ofertë shumë të mirë për cilën kemi përgjigje. Janë zhvilluar 3 apo 4 takime dhe oferta... Mes kryetarëve direkt? Mes kryetarëve jo, po mes delegacioneve të caktuara nga kryesit përkatëse dhe realisht LDK-ja i ka hapur dyert për elektoratin rrugovian që kanë parime dhe bazë ideologjike, filozofin politike rrugoviane dhe unë konsideroj që Lidhja Demokratike e Kosovës është vetmja parti bardhëse dhe trashëgimtare e asaj filozofie politike, po në të njëjtën kohë është edhe partia më e madhe. Besoj valën ju kujtohet në 2009 pa ta dalë me një shkrim në mediat e shkruara të asaj kohe, ku pa ta thënë që spektri politik në Kosovë e ka të pashmangshme profilizimin e vetë dhe do të formohen 2 bloqe të mëdha politike. Bloku për rreth si strumbullar Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe bloku tjetër që nënkupton partit me orientim të majtë, se ju e dini PDK-ja pa të bërë një kërkesë zyrtare që të pranohet në Internacionalin Socialiste, tani në konventin e fundit të deklaruan si të djathtë, dhe e kom paqarta e kanë tërhequr atë kërkesë tani nga antarësimin në Internacionalin Socialiste. Dhe në kuptimin më pozitiv, kjo do të ndodhë në vitet që pasojnë, mbase jo në zgjedhjet e vitit ardhshme nacionale, por është i pashmangshëm. Dhe tani, a do të mbetet një parti e cila do të jetë çdo herë pjesë e bërjes së qeverisë apo institucioneve, vetëvendosja apo AK-ja mbetet të shihet a do të qëndrojnë erozionit të kohës, sepse këto 2 bloqe të mëdha, në këtë rast, Partia Shqiptare Demokristiane, PDK-ja, Partia Nacional Demokrate,
po thuaj se janë me një këmbë në këtë grupin e partive djallta për rreth LDK-je dhe do t'jetë një garë interesante. Mirë po, mirë është që thjesht grupacionet politike, grupimet politike, partitë politike, nga njëherë bëjnë edhe pazare të caktuara, për qëllimet të caktuara, për baza ideologjike. Në këtë rast, Lidhja Demokratike e Kosovës i ka hapur dyert, ka bërë apelin, ka filluar negociatat serioze. Koalicioni ditës së djeshme është pak befasues dhe sipas informacioneve që i kam nga meqt kolegët e mi nga LDD-ja, ka pasur rezistenca të forta nga njerëz të kyç, nga njerëz të madhvotuar në kryesinë e LDD-s, sa i takon koalicionit me AK-n, bile kemi edhe deklaratat të caktuara nga zyrtarët të LDD-s. Po, pat edhe ma vonë do ta kemi Safir dhe Gani Gecin, i cili thirrët në emër në gjithë familjes tij dhe votave të cilat i ka për rreth, dhe pse është me LDD, thotë që këto 12 nëndek, që pse si më gabim, thotë nuk do të shkrihen, do të thotë në këtë koalicion pra zgjedhor. Edhe pse vetë LDD-ja qendra kanë thonë që kjo nuk është shkrimje LDD-s në AK, po është koalicion pra zgjedhor, do të thotë që të marrin pjesë në garat lokale dhe në garat nacionale si një subjekt i vetëm. E përmendet frymën në Rrugovjane, që do të thotë e konsideroni si trashëguese. Pse u largut ju nga fryma Rrugovjane në një kohë kur është boja thymja e LDK-s, do të thotë pse ka lutur në LDD? Një pyetje me vend, Valen. Në vitin 2006, unë kam qenë nënkryetari degës 4 të LDK-s në Prishtinë dhe një nga njerëz më të votuar për kuvendin qendror apo kongresin e partisë kuvendin e 6. Lëvizjet politike, momentumi i kohës në atë kohë, pregaditja për bisedat për statusin final të Kosovës, do si do kanë imponuar edhe rrethona të caktuara specifike. Dhe lëvizjet e leadershipit të atëhershëm të LDK-s. Keni fjalën për Fatmir Sidiun. Është kultura imja politike që edhe edukat personale që mos flas me emra, por leadershipi, jo vetëm presidenti Sejdiu. Po flasim për rrethona të caktuara, një rreth i ngushtë, jo mbase tërë kryesia e LDK-s asaj kohe, u afrua shumë me PDK-n në atë kohë dhe me Hashim Thaçi. Do të thotë, ajo kohë ka qenë kur LDK-ja ka bishnu prej frymës Rrugovjane. Është bindje e imja që ka bërë një huqje, do të thotë, nga baza ideologjike dhe nga parimet dhe konceptet programore dhe platforma politike e LDK-s. Dhe ju e dini që ka qenë një frymë përjashtuese e kuadrove dëshmume, e gjeneratave të reja, sepse nga njerë ndodhë dhe luftë mes gjeneratave. Dhe ne në atë kohë, nga parimi, nga rujtja e substancës, e kemi mbështet profesor Daci në atë kohë që u shkarku nga kryetari i parlamentit dhe u zavensu me një kuadër që, duhet të themi të në aspektin institucional, kishte një diskrepancë, qoftë të parimeve, të përvojës institucionale, apo edhe të qasjeve ma serioze, karshi proceseve në të cilat kishte hyrë vendi. Dhe profesor Sejdiu, presidenti Sejdiu, fitoi ndaj profesor Dacit me vetëm 14 vota diferencë. Dhe 26% e delegatëve të kuvendit u shpërfillën, nuk u respektuam. Pastaj për ne ka qenë befasuese se si u ftu Hashim Thaçi mu në atë kuvend të vidhët maj fjalim, dhe pse në çdo kongres të partive, mediat janë prezente në pjesën ceremoniale, dhe pse për 10 orë të tëra kamerat e televizioneve të caktuara ishin në përcjellje të atij kuvendit. Do të thotë, supozoni që ka qenë para përgatitur. Unë kam dilema të mëdha, pse njerëz me një përvojë politike, që kanë qenë themelues të LDK-s, akademik, profesor, njerëz eminent, lejuan të vije puna deri aty. Dhe pastaj i dini edhe negociatat për statusin final, kompromiset e dhënshme e tjera dhe e kam bindjen që pasoje e këtij mos funksionalitetit të shtetit Kosovës ka qenë edhe dëmtimi nga faktorë qoftë brendshëm, qoftë mos rujtjen e kohezionit, qoftë edhe nga njëherë vetkënaqësisë të leadershipit të atëhershëm të LDK-s, dëmtimi i LDK-s e ka dëmtu Kosovën.
Definitivisht, Kosova, shtetësia e Kosovës, pavarësia, janë të lidhur ngushtë me 3 shkronja LDK. Po kthimi ju do të thotë po arsyetoni shkruajnë në LDD apo po arsyetoni me atë njërimin që ju ka bërë një pjesë të madhe të kryesisë së LDK-s. Do të thotë shmangja nga Fryma Rogoviani në kohën e si duhet. Mendoni që është kthy tash në kohën e leadershipit aktual? Dhe nëse po, pse Uk Rogova si përfaqësues i familjes Rogova dhe jeni përfaqësues familjes Rogova nuk është sot në atë Frymë Rogoviane? Unë jam i prirur të respektoj parimet. Kam pas oferta nga të gjitha partitë dhe kam pasur oferta për poste institucionale që nuk ka qenë lehtë të refuzosh. Po. Unë jam tani një aktivist i thjeshtë i LDK-s. Kam qenë nënkryetari i LDD-s dhe një nga 3 njerëz më të votuar në Lidhjen Demokratike të Dardanis në atë kohë. Dhe në momentin kur u pat bërë një koalicion me AKR-n, që ka qenë jashtë parimeve të mia për të cilat ne e kem përkrah profesorin Dacin. Zgjedhjet e dyta, po. Zgjedhjet e dyta, dhe unë kam dalë kundër publikisht, ju e dini edhe përmes media. Edhe pse kam qenë nënkryetar partije, kam dalë kundër, nuk e kam mbështetur atë koalicion sepse i ka thyer parimet. Dhe pas humbjes në zgjedhjet të LDD si nënkryetar partije, kam dalur publikisht dhe kam dhënë ndërheqje, sepse është kulturë politike, është parim, është edhe përgjegjësi ndaj atyre njerëzve që kanë votuar, i ke përfaqësuar. Dhe në një farë forme, LDD-ja, kur filloi të bëj lëvizje avanturiere në politikë, doli jashtë parimeve politike dhe bazës ideologjike. LDK-ja dhe LDD-ja janë një brëm. Në qoftë se LDK-ja është shtëpi e madhe, LDD-ja ka qenë një dhomë e saj. Në këtë kuptim, kam dalur vetëm si antar i thjesht i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Do thotë, jam kthyer me një proces, me një kthim natyror, pa kushte në shtëpinë time. I falenderoj edhe leadershipin, por edhe gjithë veprimtarët strukturat të LDK-s për një mbështetje. Pastaj, ju i dini edhe bashkimet natyrore degve në për komunat saktuara. Ju e dini që pas një kohë të shkurt, dikon mbi 70% e degve të LDD-s u patën fuzionuar, apo nuk du ta quaj isha shkrirje, por janë bashkuar me LDK-n, me shtëpinë e madhe. Në këtë kuptim, është parimore, është edhe kulturë politike që njeriu lidhet për diçka, për një bazë ideologjike. Dhe në këta parametra, Lidhja Demokratike e Kosovës i ka pasur baticat dhe zbaticat e veta. Tani është një frymë, është një unifikim, është një mobilizim i elektoratit tradicional të LDK-s, si që thatë ju elektoratit Rugovian. Profesor Mustafa i ka hap dyert dhe po tenton që përmes reformave të caktuara ta bëjë një gjithë përfshirje të kësaj mase të elektoratit natyror Rugovian. Edhe një pjesë e mirë e këtij elektoratit është ende pasiv, dhe tendenca e reformave në parti, e leadershipit, e politikave programore, e orientimeve strategjike të partisë për zgjedhjet lokale dhe nacionale është që të zgjohet ky elektorat dhe thjesht të bashkangjitet programit nacional të LDK-s që të fitojmë zgjedhjet në pjesën ndërmuese të komunave, por të fitojmë zgjedhjet edhe në nivelin nacional dhe thjesht ta mposhtim këtë qeverisje të keqe të PDK-s dhe aleateve të saj, apo ma mirë themi sateliteve të saj. Po, përgjigjen për frymën Rogoviane në rastin tashëm Ukës, që si ju kanë hap dyert, si do të bëhet me listën Rogova? Pse nuk po afrohen ende asnjë parti që të futet, do të thotë, po i dim tendencat e aleancës, sepse gjithmonë kanë prioritet që ta kenë kandidatit tyre të jetë kryeministër, po i shohim edhe tendencat e vetëvendosjes, po të njëjtën ambicie është të shfaqë edhe LDK-ja. Pse lista Rogova nuk po bashkangjitet në LDK? Valon, në mendoj që lista Rogova, një listë e krijuar prej disa veprimtarëve, aktivistëve, cilët kanë thonë kur që si mi dalë për LDK-s. Ata kanë deklaruar publikisht dhe i kemë dëgjuar gjithë. Unë po e potencioj edhe një herë. Adresë më të sigurt, më natyrale se LDK-ja për listën Rogova nuk ka. Dhe ata e njerëz të pjekur, janë intelektual, janë njerëz të zgjedhur, janë deputet ministra, unë e mendoj se
ata do të logjikojnë dhe do ta kuptojnë më në fund që nuk ne jenë askon ma komod, ma mirë, ma lirë dhe ma të motivuar për punë, për të kontribuar qoftë në parti, qoftë në institucione, se sa në lidhjen demokratike të Kosovës. Ka pasur negociata, ka ende negociata, ne jemi shok me ish bashkëveprimtar, bashkëpunëtor e tjera dhe shifemi çdo ditë pim kafe, bisedojmë, dhe unë dua të besoj që bloku i djathtë i iniciuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës do të fuqizohet në ditët në vijim dhe ky blok në krye me LDK-n do të jetë koalicioni fitues në zgjedhjet e ardhshme nacionale. Po për ta bërë këtë koalicion fitues, unë mendoj se spaku duhet të jetë ose vetë vendosje ose aleanca në këtij bloku. E tani. Ku janë biseda. Kryetari Mustafa ka pasur konsultime edhe me liderën e vetëvendosjes, edhe të AK-s. Dykon kemi pikat përbashkëta, dykon kemi edhe pikat që nuk pajtohem, që është legjitime, dhe në kuptimin më pozitiv. AK-ja është faktorizuar dhe fuqizuar vetëm me LDK-n. Ne e dim rolin e AK-s para se të hynte në koalicion me LDK-n pas zgjedhjeve të tetorit vitit 2004. Qofse shihni për këtij aspekti se me këtyr për zgjedhjeve të para gjithmonë kanë pas ngritje. E kam të qartë. Çdo vit. Mirë po, AK-ja kur nuk i ka kaluar mbi 10 apo 11% në zgjedhjet parlamentare. AK-ja ende nuk është profilizuar, ende nuk e ka një bazë ideologjike të caktuar, ende merret parti provinciale dhe AK-ja nuk e ka një leadership kompakt. Aty kemi amalgame, themi ne në stomatologji, lloje të ndryshme të brumeve, bashkëdyzime, të cilat nuk janë thjesht homologe me njëra tjetrën. Për shembull, siç ndodh tek LDK-ja apo PDK-ja apo edhe vetëvendosja. Në këtë kuptim, aleanca tani është në një proces zgjedhor dhe po tenton që të riorganizohet, të profilizohet dhe ta ketë një platformë politike të vetën. Mirë po, Lidhja Demokratike e Kosovës fituese në të gjitha zgjedhjet deri në vitin 2007, kur nuk ka qeverisur me vendin. Dhe është rendi që LDK-ja dhe duhet besoj fuqishëm që LDK-ja do të fitojë zgjedhjet nacionale dhe kryeministri i Republikës së Kosovës do të jetë nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Tani, jam i bindur që LDK-ja do të bashkëpunojë me spektrin opozitar, me partitë të cilat ka edhe afërsi ideologjike dhe programore, po edhe koncept qeverisës, sepse atëherë hartohet një program qeverisës i përbashkët, dhe duhet besoj që AK-ja duhet një herë për gjithmonë ta kuptojë. Mund ta fitojnë kryeministrin vetëm kur dalin partia e parë fituese në zgjedhje. Në 7-10% nuk është reale të qeverisë të vendit. Doktor, tash nuk i dim numrat e saktë, sepse për çdo vit janë ndruar dhe kanë ditë me na befasuar rezultatet. Shumë parti që kanë pas 12-13%, vitin tjetër nuk e kanë kapërcyer as pragun. Sakt. Po njëjtën që e kërkon LDK-ja, për momentin ajo shka na shohim, LDK-ja që gjithmonë ka qenë parti fituese, po nuk e ka pas kryeministrin, tash dojnë me pas kryeministrin dhe me program të vetin. Njëjtën po thotë edhe aleanca, edhe si duket është situatë pa kry për me gjetë një gjuhë përbashkët, e dojnë kryeministrin sepse thonë që ka met puna në fillim. Thirrën në atë 100 e kryeministrit dhe ai vetmi s'pako ashtu mendojnë aleanca që është i vetmi Amir Haradinaj i cili mundet nëse vjen si kryeministër me u marrë me korrupsionet edhe gjithat kaluarat. Na mendojmë që i vetmi është profesor Isa Mustafa dhe zakonisht partia më e madhe opozitare në botën demokratike është pretendente që në zgjedhjet e ardhshme të fitojë zgjedhjet dhe qeverisë me vendin. Kjo që e thatë jo është hipotetike. Po flasim për vitin 2005 dhe tani jemi në vitin 2013. Dhe në kuptimin më pozitiv ka ndodhur zhvillime edhe sasiore, po edhe cilësore me sistemin politik në Kosovë. Tani jemi shtet i pavarur dhe realisht unë duhet besoj që në Kosovë partitë politike duhet ta instalojnë një logjik, ai që e fiton garën. Duhet përshëndetet dhe duhet t'i lihet leadershipi me qeverisjen e vendit. Po qëse s'arrini koalicion para zgjedhore, shumë vështirë me dal njëna prej këto tri partive kryesore, po them të dyta opozitare,
të dalin dhe të i kalojnë 30%. Janë dy hap për dy partit opozitare. Se cila po thot njëjtën? Qysh me gjithë këtë zgjidhje, apo prapë do të kemi qeverisje të PDK-s? Tani, nga probabiliteti i gjasave, i zhvillimeve, i aktivitetit, i alternatives politike dhe programore, është ma e pritshme që LDK-ja del parti fituese. Andaj, LDK-ja sigurisht që nuk do të bënë koalicion me PDK-n që shka ndodhë njëherë në një momentum kohor dhe historik, cilin mbase edhe duhet të arsytojmë. Është shujt, qeveri e qëndrueshme. A do tjetë partner i ardhshëm i koalicionit qeverisës të LDK-s, AK-ja apo vetëvendosja, thjesht mund të spekulojmë. Por, profesor Iso Mustafa, në të gjitha prononcimet e tij, thjesht është i hapur për një blok qeverisës dhe LDK-ja bile është lidere e parimeve të bashkëbisedimit, të dialogut e tjera me vite. Thjesht, unë duat besoj që ma tafërt jemi me AK-n në koncept, e kem një përvoj qeverisë dhe konform fuqis... Përvoj qeverisë është dhe me PDK-n, po. Konform përqindjes që se cili e ka fituar nga besimi qytetarëve të Kosovës, atër do të ketë hisën e vetë në pushtet. Kjo besoj që është më parimore... Kjo është shumë e bukur që pëse bëhet mas zgjedhjeve, po para zgjedhjeve duhet dikush me pas një listë përbashkët. Po, në mendoj që numrat flasin që partit opozitare, vetëvendosja si partia e dytë opozitare dhe AK-ja si e treta, duhet të bashkangjitet karvanit të LDK-s. Që tjetë një blok opozitar... Jenë matematika shumë të rona, sepse ku janë votat e pacollit, që supozohet që në zgjedhjet tashme nacionale, s'pako ashtu mendohet, s'do ta kalon pragun. Nëse hynë vetë me jo, sigurisht. Nëse ato votat do të thot shkrihen edhe dalin diku te LDD-ja, dhe LDD-ja është me aleancën, jenë matematika shumë të rona cilas më i ditë. Prapë edhe gjithmonë tendencat e vetëvendosjes se edhe pse kanë qenë në opozita, AK-ja dhe LDK-ja gjithmonë kanë qenë pjesë e opozitës, ekziston mundësia dhe e frustrimit elektoratit edhe të shtohen numrat vetëvendosjes. Kjo është hipotetike. Këtë janë hipotetike, po në gjitha këto duhet me... Realiteti në teren, gjendja faktike e forcës parlamentare që e kanë partit politike, definitivisht flet që gjasat reale për të fituar zgjedhjet nacionale i ka LDK-ja. Dhe unë nuk besoj në çudi elektorale, mund të kemi varirime të caktuara të përqindjeve, por një gjë është e ditur që LDK-ja me kohë e ka bërë ofertën për një front përbashkët opozitar, i cili do të ishte pastaj grupacion politik i fuqishëm që do të merrte mandatin spori besimin e qytetarëve dhe pastaj mandatin qeverisës me vendin. Dhe nuk ka përjashtime, as për vetëvendosjen e as për AK-n. Por është iluzore që një parti me tradit, parti e madhe dhe dy fish e gjys ma e madhe se AK-ja, ti bashkangjitet partia e dytë në vend, pretendente për të fituar zgjedhjet, ti bashkangjitet partisë katërt. Besoj që kjo është nonsens dhe nuk ka logjik politike. Dhe është e natyrshme që AK-ja të afrohet, të parafroj qëndrimet me LDK-n dhe të bëjmë një koalicion të gjerë që do të ishte garancë e fitores. Koalicion gjerë mund me të aleanca me bo dhe me PDK-n dhe prapë se prapë. Ajo që është tani e grupacione politike. Gjenë matematika të ndryshme, po në qëfësini të i bo gjithë të matematika, ku është populli dhe ku është elektorati. Qëfëse elektorati nuk është që në zgjedhjet tashme do të dilni me një gjuhë përbashkët në gjithë opozita, ekziston rreziku i shkapërderdhjes më të tutjeshme. Edhe kjo është hipotetike. Unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës tani është duke u përgatitur fuqishëm me alternativen qeverise. Duhet jemi të sinqert, se cilin qytetar, për pas një 10% që ka akses në institucionet dhe në pushtet, 90% e qytetarëve të vendit, po t'ju bëhet pyetje, si jetojnë ata, a janë të kënaqur me cilësinë e jetës, përgjigjja është jo. Po, është e vërtet, po përgjigjja është edhe që nuk po shohin ende një dritën në horizont edhe të opozita. Tani është çështje e
partive politike opozitare, në radhë të parë, përgjegjësi më e madhe. Këto jam të pyet. Përgjegjësi më e madhe e Lidhjes Demokratike të Kosovës, partisë Nëse nuk e shohin një opozitë duhet ta bashkuar, krijoj një program alternativ dhe duhet ta cili nuk po fitoj bëhet. besimin e qytetarëve. Grupet e ekspertëve të LDK-s, gjitha sektorët janë duke punuar dhe pothuajse programi është në përfundim dhe në takimet që po bën nga udhëheqja e partisë, nga kryetari dhe leadershipi i partisë me degët, kem pas takime edhe me 3-4 në ndeg 10 ditët e fundit, biseda interaktive të kryetarit të LDK-s me qytetarë, do të thotë, jo me struktura, me qytetarë, ku po merren mendime, brengat e qytetarëve, shqetësimet e tyre, kërkesat e tyre, që gjitha ato kërkesa nga baza të artikulohen ashtu si duhet dhe të hartohet një program konkret qeverisës i cili do të përmisoj cilësinë e jetës qytetarit në Kosovë. Kuptohet që se vijet në pushtet dhe për marrë deri në pushtet prap vyjnë votat. Cili është aktiviteti juaj personal? Po flitet që Nasir Rogova aktivitetin më të madh është të bo në shkrimin e degëve të LDD-s në LDK në rajonin e Dugaxhinit. Veçantë në komunën e Deçanit edhe. Realisht, jo vetëm atje, unë jam aktiv tani, po i ndihmoj strukturat e partisë që të unifikohen, të mobilizohen, të rikonsolidohen. Pas ka informacione, unë kom kontribu, sepse bashkimi apo unifikimi i degëve po bëhet në mënyrë natyrore. E keni pa rastin e Ferizajt ku komplet struktura ka lënë LDK, me një konsenzus elektoral, pastaj dega e Deçanit, dhe tani për kurreshtjen e shiquzve të televizionit tuaj të nderuar, këto ditë në Dugaxhin do të shifen edhe unifikime dhe bashkime tjera, por do të shifen edhe në pjesë tjera të Kosovës, besoj që mrena një 10 ditëshi do tjetë një rreth i unifikimit të elektoratit tradicional të LDK-s, i elektoratit rrugovjan, dhe kjo me bën të ndihem mirë dhe janë angazhuar, janë mobilizuar edhe njerëz që një kohë kanë qenë pasiv, intelektual të shquar të komunave të saktuara, o në pres lëvizje pozitive, jo vetëm në komunat e rrafshit Dugaxhinit, për cilat do të bindeni së shpejti, por edhe në pjesë tjera të Kosovës dhe definitivisht jam duke ndihmuar shumë partinë që në këto zgjedhje lokale në disa komuna absolutisht jemi fitues. Kjo pikërisht mund të më qenë edhe lufta e cilën e ka fillu AK-ja për ta marrë LDD-n sa më shpejt afër vetit, sepse është koha kur LDD-ja duhet shkrihet diku. A është ka bëhet kjo luftë, si me thonë, po shkojmë dytë, po e marrim ka një kosh, po mbledhim dreza, po zbashku të të bashkojmë, po cili ka dreza ma shumë? Tani, ai koshi ma i madh në dreza është Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe në kuptimin ma pozitiv, tani po e them në kuptimin ma pozitiv, sepse ne jemi kolegë edhe me udhëheqësit e Aleancës për Adhmërinë e Kosovës. Aleanca mund tjetë në pushtet, jo në nënkthejtrat e kësaj këtë qeverisje dhe këti konceptit gabuar të qeverisës në vend, vetëm në bashkëpunim me lokomotiven e partive të djatha. Kjo është Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe duat besoj që Zoti Haradinaj dhe bashkëpunëtorët e tij AK janë përgjithësi nuk mund të gjej partner më serioz, më të besueshëm, më kooperativ dhe më pragmatik për ta jetësuar një program të përbashkët qeverisës, sepse unë kam qenë në atë kohë ju e dini këshilltari kryeministit në qeverisjen LDK-AK dhe kam një përvojë se si bëhet koalicioni, si hartohet programi i përbashkët. Por mbase po e them një paradoks, është mirë që Lidhja Demokratike e Kosovës tani është në opozit, është mirë që qytetarët e Kosovës ta shohin se si qeveriset dhe çka ndodh me fatin e vendit pa Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pa Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sonte me ne, për shkak të minutazhës, ne do të diskutojmë një javë në vazhdim, se tash veç vjen të u bë puna më nxehtë politikisht. Falenderoj. Sonte me ne ishte doktor Nasir Rogova, antari Lidhjes Demokratike të Kosovës, jemi duke folë për koalicionin LDD-AK, edhe çka pritet të ardhmen ta shohim. Kthehemi pas një bloku të marketingu edhe me një veprimtar tjetër politik të LDD-s Gani Geci, nuk po pajtohet me koalicionin.